Data 13 maj. Numrat. Kapitulli 22. Pastaj, bitë e Izraelit u nisën dhe ngritën kampin e tyre në fushat e Moabit, matan Jordanit në bregun e kundër të Jerikos. Por Balaku, biri i Ciporit, pa të gjitha ato që Izraeli u kishte bërë Amorejve, dhe Moabi pati një frikë të madhe nga ky popull që ishte kaq i madh. Moabin e zuri një frikë e madhe për shkak të bijve të Izraelit. Kështu Moabi u tha pleqjve të Midianit: tani kjo turm do të glabëroj gjithçka që kemi rreth nesh, ashtu si kau për lan barin e fushave. Balaku, biri i Ciporit, ishte në atë kohë mbreti i Moabit. Ai dërgoi lajmëtar Balamit, birit të Beorit, në Pethori, që është pranë lumit në dhëndin e bijve të popullit të tij, për ta thirrur dhe për t'i thënë: ja, një popull ka dal nga Egjipti. Ai mbulon faqen e dheut dhe është vendosur përballë meje. Eja pra të lutem dhe mallkoje për mua këtë popull, sepse është tepër i fuqishëm për mua. Ndofta do t'ja dal ta mund dhe ta dëboj nga vendi im, sepse unë e di mirë që ai që ti bekon është i bekuar dhe ai që ti mallkon është i mallkuar. Atëherë pleqtë e Moabit dhe pleqtë e Midianit u nisën duke mbajtur në dorë shpërblimin e shortarit, dhe kur arritën te Balami treguan fjalën e Balakut. Por Balami u tha atyre: kalojeni natën këtu dhe do t'ju njoftoj përgjigjen që Zoti do të më jap. Kështu princat e Moabit mbeten me Balamin. Atëherë Perëndia i shkoi Balamit dhe i tha: ç'janë janë këta njerëz që janë me ty? Dhe Balami u përgjigj Perëndis: Balaku, biri i Ciporit, mbreti i Moabit, më ka quar fjalë. Ja, populli që ka dalë nga Egjipti mbulon faqen e dheut, prandaj eja dhe mallkoje për mua. Ndofta do t'ja dal ta mund dhe ta dëboj. Dhe Perëndia i tha Balamit: ti nuk do të shkosh me ta, nuk do ta mallkosh atë popull, sepse është një popull i bekuar. Kështu Balami u ngrit në mëngjes dhe u tha princerëve të Balakut: ktheuni në vendin tuaj, sepse Zoti nuk më dha leje të vi me ju. Pas kësaj princat e Moabit u ngritën, u kthyen te Balaku dhe thanë: Balami nuk pranoi të vi me ne. Atëherë Balaku dërgoi përsëri disa princa në një numër më të madh dhe më të rëndësishëm në krahasim me të parët. Ata erdhën te Balami dhe i thanë: kështu thot Balaku, biri i Ciporit, asgjë nuk duhet të të ndalë të vish tek unë, sepse unë do të të mbush me nderime dhe do të të bëj të gjitha ato që do të më thuash ti. Eja pra të lutem dhe mallkoje këtë popull për mua. Por Balami u përgjigj dhe u tha shërbëtorëve të Balakut: edhe sikur Balaku të më jepte shtëpinë e tij të mbushur me argjend dhe me ar, nuk mund të shkel urdhrin e Zotit Perëndis tim për të kryer veprime të vogla apo të mëdha. Prandaj ju lutem, rrini këtu këtë natë në mënyrë që të mësoj çfarë do të më thotë tjetër Zoti. Dhe Perëndia i shkoi atë natë Balamit dhe i tha: në rast se këta njerëz kanë ardhur të të therresin, çohu dhe shko me ta, por do të bësh vetëm ato gjëra që unë do të them. Kështu Balami u qua në mëngjes, shaloi gomaricën e tij dhe shkoi bashkë me princat e Moabit. Por zemërimi i Perëndis u ndez sepse ai ishte nisur, dhe angjëlli i Zotit i doli rrugës si armik kundër tij. Ai kishte hipur gomaricës së tij dhe kishte me vete 2 shërbëtor. Gomarica pa angjëllin e Zotit që rrinte në rrugë me shpatën e tij të zhveshur në dorë, doli nga rruga dhe hyri nëpër ara. Atëherë Balami rrahu gomaricën për ta kthyer përsëri në rrugë. Por angjëlli i Zotit u ndalë një shteg të ngushtë midis vreshtave, ku kishte një mur nga një anë dhe një mur nga ana tjetër. Kur gomarica pa angjëllin e Zotit u shtrëngua pas murit dhe e shtypi këmbën e Balamit pas murit. Kështu Balami rrahu përsëri. Atëherë angjëlli i Zotit shkoi tutje dhe u ndalë një vend të ngushtë ku nuk mund të lëvizje as djathtas as majtas. Gomarica pa angjëllin e Zotit dhe u shtri nën Balamin. Zemërimi i Balamit u shtua dhe ai rrahu gomaricën me bastonin e tij. Atëherë Zoti ja çeli gojën gomaricës që i tha Balamit: çfarë të kam bërë që më rreh në këtë mënyrë 3 herë me radhë? Dhe Balami u përgjigj gomaricës: pse je tallur me mua? Sikur të kishe një shpatë në dorë, tani do të vrisja. Gomarica i tha Balamit: a nuk jam vallë gomarica me të cilën ke udhëtuar gjithnjë deri më sot? Mos vallë jam mësuar të sillem kështu me ty? Ai u përgjigj: jo. Atëherë Zoti ja hapi syt Balamit dhe ai pa angjëllin e Zotit që rrinte në rrugë me shpatën e tij të zhveshur në dorë. Dhe Balami u përkul dhe ra përmbys me fytyrën për tokë. Angjëlli i Zotit i tha: pse rrahe plot 3 herë gomaricën tënde? Ja, unë kam dalë si armiku yt, sepse rruga që ndjek ti nuk pajtohet me vullnetin tim.
Gomarica më pa dhe më ka shmangur plot 3 herë. Në rast se nuk do të më kishe shmangur, me siguri do të kisha vrarë duke e lënë atë të gjallë. Atëherë Balami tha ëngjëllit të Zotit: Unë kam bërë mëkat sepse nuk e dija që ti rrije në rrugë kundër meje. Prandaj tani, nëse ajo që po bëj nuk të pëlqen, atëherë unë do të kthehem prapa. Por ëngjëlli i Zotit i tha Balamit: Shko pra me këta njerëz, por do të thuash vetëm ato gjëra që do të them unë. Kështu Balami shkoi me princat e Balakut. Kur Balaku dëgjoi që Balami po vinte, shkoi të takojë në qytetin e Moabit, që ndodhet në kufirin e shënuar nga Arnoni, në skajin e fundit të territorit të tij. Kështu Balaku i tha Balamit: A nuk të kisha dërguar të thërrisja me urgjencë? Pse nuk erdhe tek unë? A nuk jam vallë në gjendje të të nderoj? Balami u përgjigj Balakut: Ja, erdha te ti, por tani a mund të them diçka? Fjalën që Perëndia do të më vërë në gojën time, atë do të them unë. Balami shkoi bashkë me Balakun dhe arritën në Kirjath Hutsoth. Pastaj Balaku flijoi qe dhe deli, dhe u dërgoi disa prej tyre Balamit dhe prisve që ishin me të. Në mëngjes Balaku mori Balamin dhe u ngjit në Bamoth Baal, dhe këtej ai pa pjesën e skajore të popullit. Psalmi 62. Shpirti im gjen prehje vetëm te Perëndia. Nga ai vjen shpëtimi im. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im, ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kurrë. Deri kur do të vërtiteni kundër një njeriu për të kërkuar të gjithë së bashku ta vrisni, ashtu si bëhet me një mur që bën bark dhe me një gardh që lëkundet? Ata mendojnë vetëm ta rrëzojnë nga lartësia e tij, gjejnë kënaqësi në gënjeshtër, bekojnë me gojën e tyre, por në zemrat e tyre mallkojnë. Shpirti im gjej prehje vetëm te Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga ai. Vetëm ai është kështjella ime dhe shpëtimi im, ai është streha ime e lartë, unë nuk do të luaj kurrë. Te Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime, kështjella ime e fortë dhe streha ime janë te Perëndia. Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull, hap zemrën tënde para tij. Perëndia është streha jon. Me siguri njerëzit e shtresës së ulët nuk janë veç se avull, dhe njerëzit e shtresës së lartë nuk janë veç se gënjeshtar. Po t'i vësh mbi peshore, të gjithë së bashku janë më të lehtë se vet avulli. Mos kini besim të zhvatja dhe mos ushqeni shpresat të kotat e grabitja, mos shkoni pas kotësisë, në rast se pasurit janë të bollshme, mos u kushtoni zemrën. Perëndia ka folur një herë, 2 herë kam dëgjuar këtë, që fuqia i përket Perëndisë, edhe ty o Zot të përket mirësia, sepse do të shpërblesh cilin do sipas veprave të tij. Psalmi 63. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Kështu të admirova në shenjtërore, duke soditur forcën tënde dhe lavdinë tënde. Meqense se mirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të lëvdojnë. Kështu do të bekoj derisa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngrej duart e mia. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palc dhe dhjam, dhe goja ime do të lëvdoj me buzë të gëzuara. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur rri zgjuar natën. Duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërë gëzim në hijen e krave të tu. Shpirti im mbahet ngushtë te ti, dora jote e djathtë më mban. Por ata që kërkojnë jetën time për ta shkatruar, do të zbresin në pjesët më të ulta të tokës. Ata do t'i dorëzohen pushtetit të shpatës dhe do të bëhen pre çakejve. Por mbreti do të gëzohet te Perëndia. Kushdo që betohet për të do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtrave do të detyrohet të mbyllet. Isaia, kapitulli 11. Pastaj një degës do të dalë nga trungu i sajt, dhe një filiz do të mbinj nga rrënjët e tij. Fryma e Zotit do të pushojë mbi të. Fryma e diturisë dhe e zgjuarsisë, fryma e këshillës dhe e fuqisë, fryma e njohurisë dhe e frikës së Zotit. I dashuri i tij do të qëndrojë në frikën nga Zoti. Nuk do të gjykojë nga pamja, nuk do të jap vendime sipas fjalëve që thuhen, por do t'i gjykojë të varfrit me drejtësi dhe do të marrë vendime të drejta për njerëzit e përulur të vendit. Do ta godas vendin me shufrën e gojës së tij dhe me frymën e buzëve të tij do ta bëjë të vdes të pabesin. Drejtësia do të jetë brezi i ijeve të tij dhe besnikëria brezi i anëve të tij. Ujku do të banoj bashkë me qengjin
dhe leopardi do të rri me kecin. Viçi, luani i vogël dhe baktia e majmur do të rrinë bashk dhe do të udhhiqen nga një fëmijë. Lopa do të kullot bashk me arushën, të vegjlit e tyre do të rrinë bashk dhe luani do të ushqehet me kasht si kau. Foshnja e gjiri do të lozë mbi vrimen e gjarprit dhe fëmia e zvjedhur do të vërë dorën e tij në çerdhen e në përkës. Nuk do të bëhet asnjë e keqe, asnjë shkatërim mbi tër malin tim të shenjtë, sepse vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin. Atë ditë do të ndodhë që rrënja e Isait do të ngrihet si një flamur për popujt. Kombët do ta kërkojnë dhe vendi i prejes së tij do të jetë i lavdishëm. Po atë ditë do të ndodhë që Zoti do të shtrit dorën e tij për herë të dytë për të shpenguar mbetjen e popullit të tij që shpëtoi nga Asiria dhe nga Egjipti, nga Pathrosi dhe Etiopia, nga Elami, nga Shinari, nga Hamathi dhe nga ishujt e detit. Ai do të ngrejë flamurin për kombet, do të mbledhë të buarit e Izraelit dhe do të grumbullojë ata që u shpërndan nga Juda në të katër anët e dheut. Smira e Efraimit do të zhduket dhe kundërshtarët e Judës do të asgjësohen. Efraimi nuk do ta ketë më zili Judën dhe Juda nuk do të ketë më armiqësi me Efraimin. Ata do të sulen me turr filisteve nga pas në drejtim të perëndimit, bashk do të plaçkitin bijtë e lindjes, do të vënë dorën e tyre mbi Edomin dhe mbi Moabin dhe bijtë e Amonit do të jenë në shtetas të tyre. Zoti do të shkatërrojë plotësisht gjuhën e detit të Egjiptit dhe me fuqinë e frymës së tij do të lëviz dorën e tij mbi lumin dhe do të godas duke e ndarë në 7 kanale, kështu që të ketë mundësi të kapërcehet me sandale. Do të ketë një rrugë për mbetjen e popullit të tij që ka mbetur në Asiri, ashtu si pati një rrugë për Izraelin ditën që doli nga vendi i Egjiptit. Isaia, kapitulli 12. Atë ditë do të thuash: Unë të kremtoj o Zot, edhe pse ishe i zemëruar me mua, zemërimi yt u qetësua dhe më ke ngushëlluar. Ja Perëndia është shpëtimi im, unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë, sepse Zoti, po, Zoti është forca ime dhe kantiku im, dhe ka qenë shpëtimi im. Ju do të merrni me gëzim ujin nga burimet e shpëtimit. Atë ditë do të thoni: kremtoni Zotin, thërrisni emrin e tij, i bëni të njohura veprat e tij midis popujve, shpallni që emri i tij është i lartësuar. Këndojeni lavdë Zotit sepse ka bërë gjëra të madhërishme. Kjo të dihet mbi gjithë tokën. Bërtit dhe ngazëllohu nga gëzimi, o banore e Sionit, sepse i madh është i shenjtë i Izraelit në mes tuaj. Jakobi, kapitulli 5. Ejani tani ju o pasanik, shani e vajtoni për mjerimin që do të vijë mbi ju. Pasuria juaj u kalbë dhe rrobat tuaja i brejtit tenja. Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën, dhe ndryshku i tyre do të jetë një dëshmi kundër jush dhe do t'ju përpi mishrat si zjarr. Keni mbledhur thesare në ditët e fundit. Ja, paga që u keni ngrënë punëtorëve që u korrën arat po këlthet dhe klithmat e atyre që korrën arritën në vesh të Zotit të ushtrive. Jetuat mbi tokë ndër qefe dhe në luks, i majmët zemrat tuaja si në ditë të të therurit. Dënuat dhe vrat të drejtin, ai nuk ju kundërshtoi. Jini zemërgjër pra vëllezër deri në ardhjen e Zotit. Ja bujku po pret frytin e çmuar të tokës dhe pret atë me zemërgjerësi derisa ajo të marrë shiun e parë dhe të fundit. Jini zemërgjër edhe ju, forconi zemrat tuaja sepse ardhja e Zotit u afrua. Mos psherëtini kundër njëri tjetrit vëllezër, që të mos dënoheni. Ja, gjykatësi qëndron para derës. O vëllezër të mi, merrni si shembull vuajtje dhe durimi profetët që folën në emër të Zotit. Janë e shpallim të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe keni parë ç'bëri në fund Zoti, sepse Zoti është plot për dëllim dhe edhe mshuri. Por para se gjithash vëllezërit mi, mos u betoni as për qiellin, as për dheun, as mos bëni ndonjë bet tjetër, por le të jetë poja juaj po dhe joja juaj jo, që të mos bini në ndënim. A heq keq ndonjë nga ju? Le të lutet. A ka zemër të gëzuar ndokush? Le të këndoj psalme. A është i sëmur ndonjë nga ju? Le të thërras pleqt e kishës dhe ata të luten përmbi të, mbasi ta lyen me vaj në emër të Zotit. Dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin dhe Zoti do ta ngrejë atë, dhe nëse ka bërë mëkate, do t'i falen. Rrëfeni shkeljet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë forcë ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë zemër. Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione, dhe u lut duke kërkuar që të mos binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për 3 vjet e 6 muaj. Dhe u lut përsëri dhe qielli dha shi edhe dheu dha frytin e tij. Vëllezër,
Në qoftë se ndonjë nga ju gabohet larg të së vërtetës dhe dikush e kthen, le ta di se ai që e kthen mëkatarin nga të gabuarit e rrugës së tij, do të shpëtojë një shpirt nga vdekja dhe do të mbulojë një shumicë mëkatesh.